plot do të shpajtohem, neve duhet të harrojmë mësimllanja para 20 vitesh më sot. Po, është e pamundur. Mësimllanja ndryshon, sidomos në 5, 6 dhe 10 vitet e fundit, ndryshon nga muaji në muaj, mos flas nga viti në vit. Edhe bile shpeshherë shprehin e kanë shprehë edhe kolegët tonë që aso që të cilë kanë punuar 20-30 vjetë tonë, neve s'kishim e muj me ba këtë punë tani. Sepse një farë mënyret edhe generatat janë të krejt ndryshe, perceptimi i mësimllanjes, dhe më thënë, ka një perceptim krejt tjetër, aje shef mësimllasin si një vegël. Ty duhet me ba këtë punë, ti paguhesh për këtë punë, edhe ti duhet të jesh në gjendje me duru, me përballu, çka do të urnojmë, a më kupton? Pra është thjesht si vegël. Dhe mësimllanësi, sidomos nga cikli në gjimnaz, janë në mes zjarësh, janë në mbi kohë ka një administrat, që administrata mund të ketë eksperiencë, mund mos tjetë, sepse mësimllanësit janë në linjën e parë, janë në front. Ata, dhe më thanë, janë në takim drejt për drejt me gjitha problemet e gjitha atyne nxënësve apo studentëve që i sjellin aty. Dhe fatkeqësisht, është një problem se këto gjenerata nuk din me dallu venin prej venit. Në qoftë se je në shkollë, problemet tuaja personale leni jashtë. Dhe do merresh mas, pra i bien aty dhe mendon se edhe një karrige i ka faj. Mendon se ndoshta është fajtor mësuesi pse ai është aty. Pra mësuesi nuk vendos pse është ai aty, por vendos dikush tjetër. Nëse, pra thash kam fjalën me është një punë jashtëzakonisht e vështirë dhe me përgjegjësi, sepse në një farë mënyrë nuk e ke mundësinë për me bë punën ashtu si juve mendoni dhe ashtu si juve jeni certifikuar për ta, keni shkuar në shkollë. Siç e thash, ka mbi kokë administratën, ka mbi kokë prindrit të cilët çdo vit ose çdo ditë e më të egjër do të thënë dhe më pa respektuam janë ndaj mësimdhënësve, dhe fëmijë të cilët në farë mënyrë një pjesë e madhe fatkeqësisht vinë dhe rebelohen nga mënyra se si ata e shohin, ndoshta ndëgjojnë edhe në shtëpi prind për shembull, nga ku më di se çfarë komunikimi kanë, dhe gjithmonë nëse në një problem ndodh, nuk do të akuzohet as prindi, nuk do të akuzohet as administrata, nuk do të akuzohet as nxënësi. Domethënë gjitha këto janë mbi kokën dhe supën e mësimdhënësve. Kjo është nga ajo që unë e njoh në këtë vend. Ishte biseda edhe për në Shqipëri. Unë kam kolegë, domethënë të cilët edhe punojnë, jam në kontakt me ta, por dikur mësimdhënësi atje ka qenë shumë i vlerësuar. Ka qenë shumë i respektuar, dhe mendoj se ka qenë shumë mirë, jo se jam unë këtu, por duhet respektuar çdo njeri për punën që e bën profesionalisht. Por edhe atje ka bë është një ndryshim jashtëzakonisht i madh i marrëdhënies e prind, mësues dhe mësues nxënës. Domethënë, nëse se kjo marrëdhënie ose ky tërkanç nuk funksionon, pastaj aty ka probleme më të mëdha. Unë mendoj se mësimdhënësit atje ballafaqohen me presione, me mos respektim në nivelin e duhur, dhe ndoshta shpeshherë përfundojnë edhe me fyerje, mos flas edhe me sulme fizike, që ato nuk do të ndodhen asnjëherë, aq më tepër në një institucion edukativ arsimor. Por nuk është vetëm Shqipëria vetme, këto ndodhen në gjithë botën, por duhet të them se është një dallim jashtëzakonisht i madh i të punuarit në arsim sot me vite më parë, le të them 10 vite më parë. Cilat janë sipas jush vështirësitë nga presionet e fëmijëve, prindërve dhe nga presionet e institucioneve, instancave të drejtorisë dhe të shtetit ndaj mësuesit? Si përballojnë këto mësuesat? Unë mund të them për shkollën e lartë, gjithsesi kolegje universitete se çfarë, për shembull, është një presion sepse në radhë parë ti duhet të jesh i përgatitur për degën dhe landën që ti spjegon.
duhet të jesh 100% i përgatitur sepse konkurenca këtu është jashtëzakonisht e madhe, edhe ty mund të ikën vend i punës si thot për një gjë, për një fije floku, në radhë parë. Radhë dytë, do të kesh shumë parasysh komunikimin me studentët, mënyrën e komunikimit, sepse në fund të çdo semestrit ti vlerësohesh nga studentët tu anonimisht. Ata për gjë më të vogël, domethënë mund shkruajnë, është një pyetësor afër 30 pyetjesh, po çdo gjë, edhe në momentin a fillon nisim simore në kohë, a ju kthen emailët në kohë, a ju përgjigjet pyetjeve tuaja e kështu me radhë, pra mos tin ato detale, dhe faktikisht e din se janë studenta tu, po nuk e din se kush Allah i mund shkruaj çka don. Plus janë edhe vlerësime tjera publike, të cilat ato janë të pashlyeshme, për shembull po të shkelsh emrin tim, është aty ma krahasor rate my professor, mund shish aty lloj thanjesh në qoftë se domethënë ti ke bën ndonjë gabim. Dhe faktikisht je gjithmonë presion. Je në presion sepse thash duhet të kesh parasysh që nga momentit që fillon nga dita e parë deri në ditën e fundit kur i poston edhe notën e pastaj të ndigjosh të shifsh se ç'po bëhet 1, 2, 3 javë tjera sepse është në presion. Pastaj normalisht çdo hena studenti do të jetë ai që do t'i pahet ana ose krahu më shumë. Ju mund të thoni pse, sepse ai është fitesa e universiteteve, ai është biznesi, ata sjellin parat. Domethënë neve na konsideroj sigur se po ju marrim, kurse studentët janë ata që ju sjellin sipas këtij kuptimi. Pra presionet janë jashtëzakonisht të mëdha, por me kalimin e kohës njeri krijon një rutinë të punës, edhe gjithmonë duhet niset nga ajo që momentin se si ndihesh, problemet familjare, gjendja emocionale jotja është shumë mirë për me me lënë në parking. Domethënë mundësisht në shtëpi, por të paktën jashtë objektit ku punon, sepse nganjëherë ndoshta mund dalsh nga vetvetja dhe ajo këtu vetëm sjell keq. Ndoshta edhe për një sjellje shumë mirë kuptuese me një student që mund t'i spjegosh, mund t'i bash, domethënë duhet të kesh shumë kujdes në mënyrën se si how you deliver, se si transmeton tek studentat, sepse mund të biesh në një problem të jashtëzakonshëm. Thjesht një profesor më ka pas dhënë ishte didaktikës këtu kur bana nostrifikim ose evaluation ose vlerësimin e diplomës, na thoshte jo vetëm mua, por neve na thoshte do të keni shumë kujdes thotë. Në momentin kur qëndroni me një student ose edhe 2 studenta, ose në momentin kur jeni diku që nuk ju shef dikush, keni kujdes derën duhet ta keni hapur, mënyrën se si lëvizni, tonin e zanit, ngjyrën e zanit, fjalët që i përdorni sepse mund t'i përdorin domethënë kundër jush. Janë domethënë edhe disa trajnime therpa quhet që neve duhet ta bëjmë çdo vit për të siguruar se neve jemi shumë të familiarizuar me gjitha ato rregulla, ato norma, sepse as universitetet ose distrikte shkollat nuk kanë interes që një punëtor ose mësimdhënës i tyre të bien këto probleme. Pra kjo është pak a shumë lidhe me këtë. Ke diçka për shtuar? Është pak a shumë e ngjashme, për shembull për ne është pak më keq sepse nxënësit janë minoren, janë nën moshë, kështu që prindi ka akoma më shumë fuqi se sa administrata. Dhe domethënë si sta profesori duhet të jesh në maksimum i përgatitur për lëndën që jep, dhe është e rëndësishme që ti t'japësh, si thua, një progres logjik, që domethënë fëmia të di, unë këtë po mësoj sot, këtë do ta mësoj nesër, në vazhdim të kësaj që mësova sot, duhet të kesh gjatë gjithë kohës domethënë të kesh parasysh që zëri nuk mund ta ngresh, duhet të kesh durim shumë të madh, asnjëherë mos marrësh gjërat personale, është diçka domethënë është stres, po rutina, domethënë kur e mëson atë rutinën, pastaj bëhet e përballueshme.